edhe pas nesër, pas daljes së fakteve të reja, për atë arsye se dosja e Epsteinit nuk duket sikur që nuk ka fond, dhe më së shumti personalitete që janë të përfshirë aty brenda, pos shtetasve apo pos funksionarëve dhe personaliteteve amerikanë janë ata britanik. Për të arsye se vetë qëllimi i Epsteinit ka qenë që ti involvoj apo ti fus në kurth në një farë mënyre britanikët dhe amerikanët, të cilët kanë fuqi vendimarrëse dhe deri në këtë moment ata kanë pasur sukses. Natyrisht që problemi tjetër më i madh ka qenë rasti me ish-princin Andrew, mirë po kjo ka të bëjë me qeverinë britanike. Qeveria nuk është përgjegjëse për veprimet e familjes mbretërore dhe kjo në politikë ka kaluar lehtë, po rasti Mendelssohn duket se do të komplikohet gjithnjë më shumë dhe është duke u krahasuar me aferën Porfiumo, cila ka ndodhur në vitet e 60-ta në Britanitë e Madhe, kur ministri i luftës britanik, domethënë, ishte në dashuri me një fotomodele me të cilën po ashtu edhe një diplomat rus kishte njëjtën kohë në dashurimet e. Më thënë dhe këtu është problemi. Ne nuk e dim ende se sa informata ka përhapur apo ka dërguar Mendelssohn shokëve të tij, sa ka qenë në këtë rast Epsteinit, sa informata që janë lidhje me çështjet financiare ja ka dorëzuar derisa ka qenë në funksion. Dhe nëse kjo vërtetohet se nga kjo, nëse është dërguar informata që ai të përfitoj Epstein dhe që të përfitoj edhe vetë Mendelssohn, kjo do të jetë një problem shumë i madh dhe policia besoj se nga bastisjet që ka filluar sot do të nxjerrë diçka serioze që me siguri do ta dëmtoj procesin politik në Britanitë e Madhe, do ta dëmtoj jo vetëm Starmerin, po ndoshta edhe Mendelssohnin për tërë procesin demokratik apo politik, të cilën është duke udhëhequr Partia Laboriste në pushtet. Por, sikundër e thash edhe më herët, edhe së bashku e prekëm pra për poskundërshtive, por kryesisht nga qëndrimet e kundërshtarëve, jo brenda laboristëve, është një moment ku politikisht, nëse gjithmonë do të shihet në vijim se çfarë do të ndodh, pra nëse do të preket në një farë forme edhe politika e Starmer. Dua të qëndroj tek një nga partitë që sigurisht gjatë kësaj kohe, po duket se po sjell një lloj populariteti dhe duke marrë shkas nga një çështje e tillë e ndjeshme që sigurisht prek politikën dhe më gjërë. I referohem Reform UK.